Në zemër të Evropës, larg trojeve frymon një tjetër vatër shqiptarie. Shkolla shqipe në Bielefeld dhe rrethin në Gjermani. Ajo është një urë që lidh brezat me rrënjët e tyre. Një dritare e hapur e identitetit kombëtar. Një dëshmi e fuqisë së kulturës përtej kufijve gjeografik. Nga ky udhëtim, ndoqëm emocionet e fëmijëve dhe mësuesve nga trojet shqiptare për të takuar bashkëkombësit e tyre në Mërgat, por hiç më pak edhe emocionet e prindërve të fëmijëve të shkollës shqipe në Gjermani. Kjo nuk është vetëm vizitë, është takim zemrash, dialog mes brezash dhe hapësirash, ku fjala shqipe bëhet ura që bashkon, ndërsa kujtesa dhe e ardhmja ecin krah për krah. Mes buzëqeshjeve fëmijërore dhe rrëfimeve të jetës, shpërfaqim se si ruhet identiteti kombëtar larg atë dheut, dhe si shkolla shqipe vazhdon të mbetet fortesë e dijes, kulturës dhe përkatësisë. Në këtë rrugtim, çdo hap na kujton se gjuha nuk është vetëm një mjet komunikimi, por shtëpia shpirtërore e një kombi. Në këtë mbrëmje të veçantë kushtuar vizitës së shkollave shqiptare nga trojet tona, sot jemi mbledhur së bashku për të festuar gjuhën, kulturën, traditën dhe lidhjen tonë të përbashkët shqiptare. Nërësarën jam Gënes Gruda, nxënës e klasës 10. Kemi ndërinjë sot të mirëpresim shkollën Mitrosh Koteli nga Prishtina, shkollën Emin Doraku nga Kaçaniko, shkollën Rejqë Roshet Zajazi nga Kërshova, shkollën Dëshmorët e Prishtinës nga Shkodra dhe shkollën Bedre Elizona nga Orqina. Është një nderë dhe kënaqësi e madhe që sonte të mirëpresim në mesin tonë shkollat mike nga të gjitha trojet shqiptare. Një dua trokitje. Me shumë respekt dhe me njohje përshëndes, shkollën Mitrosh Koteli nga Prishtina të përfaqësuar nga drejtoresha Remzia Racaj. Shkollën Emin Doraku nga Kaçaniko të përfaqësuar nga drejtoresha Diana Reka. Shkollën Rejqë Roshet Zajazi nga Zajazi i Korçovës të përfaqësuar nga mësimdhënësja Biondina Abazi. Shkollën Dëshmorët e Prishtinës nga Shkodra të përfaqësuar nga mësimdhënësja Lulka Mërkulaj dhe Qershia mbi tort, shkollën Bedre Elezaga nga Orqini të përfaqësuar nga mësimdhënëset Arjeta Kurti dhe Vlora Rexha. Mirë se keni ardhur në mesin tonë. Prania juaj na nderon dhe na gëzon pa mas. Në një kohë kur fëmijët tanë rritën larg trojeve tona, ne kemi përgjegjësi morale dhe kombëtare që t'ju japim atyre jo vetëm gjuhën shqipe, por edhe ndjenjen e përkatësisë, krenarinë për identitetin e tyre dhe dashurinë për kulturën tonë. Kur nxënësit tanë vizituan trojet tona, muaj më parë, ata nuk panë vetëm shkolla, ata panë mikpritje, panë dashuri, panë njerëz që edhe pse jetojnë në vende të ndryshme, ndajnë të njëjtën zemër shqiptare. Sot është rradha jonë të tregojmë të njëjtën dashuri dhe respekt. Dua të falenderoj nga zemra të gjithë ata që kontribuan për realizimin e këtij projekti. Prindërit, nxënësit, bashkëpunëtorët dhe çdo njeri që besojnë në këtë ide. Ju faleminderit për besimin, për kushtimin dhe dashurinë tuaj. Në emër të gjitha shkollave nga trojet me fjalë falendëruese, u prezantua Remzie Kosumi Racaj. Kjo ide e mësuesit Loze u kthye në projekt, por mund të them se dalje tutje është vizion. Është vizion i fëmijëve tanë dhe gjithë neve këtu, se si duhet të ruhet tradita, kultura e kombit tonë. Lejoni që përveç ideatorit dhe lumës si ju që keni mësuesin Loze, në këtë projekt dua t'i falenderoj prindrit Nikoqel, të cilët hapën dyert, zemrat dhe ngrohtësinë
edhe prindërore për fëmijët tanë, duke I pritur në shtëpitë e tyre, dhe me shumë dashuri ju dhamë se populli I unë është një nga do që shkojë. Programi artistik me valle, këngë e recital nga nxënës të mësimit plotësues në gjuhën shqipe të mësues Lulzim Çallaku në Bielefeld dhe rrethin në Gjermani, dhe atyre të shkollave Regj Rushet Zajazi nga Zajazi I Kërçovës, Bedrej Elezagaj nga Katërkolla e Ulqinit, Emin Duraku nga Kaçaniku, dëshmorët e Prishtinës nga Shkodra dhe Mitrosh Kuteli nga Prishtina krijojnë një ambient festiv I cili nuk ishte I momentit.
për të njohur më mirë me njëri tjetrin, për të shkëmbyer përvojat dhe për të përforcuar lidhjet që na bashkojnë si shqiptarë, pavarësisht se ku jetojmë. Shkolla shqipe nuk është vetëm një vend ku mësohet gjuha, por një urë që na lidh me kulturën, historinë dhe traditat tona. Prandaj, prania juaj sot na gëzon dhe na motivon të vazhdojmë me përkushtim ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Ju urojmë që në një qëndrim të këndshëm me shumë sukses në rrugtimin tuaj shkollor dhe kujtimet të bukura nga kjo vizitë. Shpresojmë që kjo ditë të jetë fillimi i miqësive të reja dhe i bashkëpunimeve të fryshme në të ardhmen. Mësuesit tuaj lulëzimit i uroj shumë sukses në punë dhe uroj që të vazhdojë këtë rrugtim të shenjtë si në zhvillimin e procesit mësimor, por edhe në zhvillimin e aktiviteteve kombëtare, edhe pse nuk është e lehtë, por më vonë do të vlerësohet edhe nga ju. Faleminderit për mundin, për durimin e mirësinë, zëri juaj do të mbetet si thesor për ardhmërinë. Me respekt e mirënjohje, sot ju themi nga zemra jonë, mësues të dashur të diasporës, krenaria jonë do jeni gjithmonë. Shumë shqiptarë u larguan nga trujt e tyre për një jetë më të mirë, por bashkë me valigjet morën diçka shumë të rëndësishme, gjuhën shqipe. Ajo buhura që lidh të brezat me rënjet e tyre, kujtesa që nuk duhej humbur dhe drita që vazhdon të dëndiste ndjenjen e përkatësisë. Në këtë rrugtim të gjatë, një rol të veçantë kanë pasur mësuesit shqiptar në diasporë. Ata nuk kanë qenë vetëm mësimdhënës, por ruajtës të identitetit kombëtar. Në klasët e vogla, larg dheut, ata kanë mësuar fëmijët të shkruajnë shqip, të lexojnë historinë e popullit të tyre dhe të ndihen krenar për origjinën që kanë. Çdo shkronjë mësuar në gjuhën anëtare ka qenë një fitore e vogël kundër harresës. Shqipëri të qofsha fal, të kanën e më ke djarë. Qum bushmali me dobor, qum bushdeti me pampor.
se që unë bushë shkreta vlorë, plot me kryq e me dasmor. Kanë zbritër muno vlorën e liris në ato thep të Shqipëris. Nisi në shtëpin e lidhjes në Prizren. Aty në Kala, pastrohemi me ujnë mëngjesor të Mistricës. Dalim të verrat e Lukës, për të ngritur në lule djelë, krykë së Kashanikut. Hym me mallin e triumfit në shkupin e Kosovës, për një simfoni të qetë të batarit. Shpotojmë gjysmën e etnisë nga operimet balkanike, me Kosovën në përdisa. Fqin plakmitarja, na vjedhin bukën e bekuar, një shekull udhëm, Golgota kohër sfiduar, nga Prizreni në Prikas, nga Karadaku në Këshare, deri te kjo meshe pavarësis në zemën të Dardanis. Kalojnë shekë për sëria në gjallë, zjarri e flaka emri nuk mashuan, në hije në djelë kujtojnë me malë, edhe pse motët plagët pishtuan. Sa kohë që këngën ju ma këndoni, historia vetë krenaria më një pas. Me gjuhën time e libra të shvetoni, se unë ju presë, shqip ju vlasë. Ja manastiri djevi dritës refuzimit, që shqipe si kondola me plot dashuri. Me shpatën e Skënderbeut, penën e Naimit, me jehonën e alfabetit me shikime të lirin. Ja manastiri e nuk bëjmë barë, përëndia që ndresi më ka bekuara, stejoj armik e as trahtar që shtati tim t'i pres kënd me duar. Nuk të thash kur njërë, as të bëra hire. Sy kaltër, lule zemër Shqipëri. Një rullojnë e qia, plot drit e demi. Pa ty, s'di kush do esha tani. S'do rritesha, e as do plahesha nga hija e mjegullës. Po të mos ishe ti, e shtrejta ime, malë të ndjeva gjithmonë në vend të nanës. Nanë të kam thonë, qyrë se në ti me di. Nuk të mora, kur i natë dhe asë mëri. Skam në këndo pa e për men, da su
Shkëmbimi i dhuratave shënoi edhe mbylljen e programit të përbashkët festiv të shkollës shqipe. Ndërsa nuk munguan edhe deklarimet për punën e rëndësisë së veçantë në sferën e bashkëpunimit mes shkollave në trojet etnike dhe shkollës shqipe në Bielefeld dhe rrethin në shtetin Mik Gjerman. Faleminderit gjithëve për mikpritjen dhe për angazhimin tuaj. Patjetër që faleminderit i themi edhe familjes Çallaku për çdo kontribut që ka dhënë gjatë këtyre viteve, duke filluar nga babi i Lulit, Kemal Çallaku, dhe duke vazhduar brez pas brezi te lulëzimi. Faleminderit të gjithëve, ne si shkollë kemi një mirënjohje për ju, po ashtu dhurata do të thonë kthehet me dhuratë gjithmonë. Faleminderit. Faleminderit profesori Lul. Përshëndetje nga Gryke e Kaçanikut për gjithë diasporën. Gjithashtu përshëndesim përzemërsisht të gjithë juve që na mikpritet, e veçanërisht mësuesin Lul, i cili çdo herë ishte pranë jush dhe pranë nesh. Në emër të shkollës fillore Minduraku Kaçanik, ju përshëndes të gjithëve, e veçanërisht edhe mësuesin Lul, një dhuratë shumë të vogël, por me vlera kombëtare. Prindër dhe miq të shkollës shqipe vlerësojnë rolin e mësimdhënësit Lulzim Çallaku, i cili jo vetëm që ju lexoron në gjuhën shqipe, por kontribon edhe në aspektin shumë kulturor shqiptar në Gjermani. Ne jemi shumë kënaqur që kemi pas këtë fat me qëllu këto, ku kemi edhe shkollën shqipe, pasi jemi largu nga vendi, kemi pas shkollën shqipe në vetë nga klasa 3 deri në klasën e 10 ka në nxënës i shkollës shqipe këtu në Bielefeld. E tash kam vetë fëmijë dhe 2 fëmijë nga timi janë në shkollë shqipe me mësuesin e nderuar Lulzim Çallakun. Jemi shumë kënaqur. Është një sen shumë e rëndësishëm për neve, pasi që fëmijët tonë janë lindë këto, po rritën këto dhe për të ruajtur identitetin tonë, gjuhën tonë, është shumë e rëndësi ta kemi shkollën dhe të vazhdon shkolla. Edhe kështu që mundohem me ndihmu mësuesit që ta kenë sa më kollaj veprën e tina, që t'jemi së bashku së pako. Unë vetë të fëmijët e me kam vrejtë. Fëmijët e me kam folë njerë gjuhën shqipe, do thëtë në vitit e deri në 3 mosh, dhe tani pastaj vrejtëm që gjuha po hupë. Kër e kemi qunë në shkollë shqip, e kemi pa rezultatin shumë shpejt. Dhe kanë interes, i bajnë detyrat e shkollës shqipe, dhe po flasin shqip. E qaj është shumë rëndësi për ne. Po në sigurojë të gjithë prindit, të çojnë nxënësit fëmijët e tyre në shkollën shqipe, pasi që ne në Bielefeld jemi shumë shqiptar dhe nxënës kemi afër 5-6 nxënës dhe kjo më duket shumë pak. Neve na duhet këto së paku deri në 3 klasa të kemi me shqiptar, me në shkollën shqipe, kështu që sigurojë të gjithëve të binë fëmijët e tyre në shkollën shqipe dhe do të jetë më mirë për ne. Ka nevojë për mbështetje edhe më të mëdha edhe nga ana e mërgjimtarëve, po lulëzimi të ne gjen tamam mbështetjen sa i duhet. Kjo shkollë nuk është vetëm bashkimi i civilizimit evropian, kjo është edhe rujtja që mos asimilohem, se nëse sot na ndërprejmë fëmijët edhe nuk i lamë shkuna për shkolla shqipe, atëherë tuja se kanë fillu gjeneratat e reja që nuk din as flasin shqip. E lema ta ruajmë traditën e kulturën, këto do të thot me kalimin e kohës veç ikin. Aktiviteti i Lulzim Çallakut është ekstrem i mirë, i jashtëzakonshëm. E ai i cili ishte katalizator i shumë proceseve të zhvillimit të mësimit plotësues në gjuhën shqipe në Gjermani, me ngritjen intelektuale dhe profesionale në vendlindje, si dhe përvojën e fituar në vendlindje dhe vazhduar në Gjermani, ndjehet i përmbushur tërësisht është zotëri Kemal Çallaku, të cilin e pasuan në proces të mësimdhënies në Gjermani
i biri Lulzimi me bashkëshorten e tij. Ajo që kam ban të lumtur që në profesionin tim, fëmiu i vogël Lulzimi ka filluar këta 3 vjet që punon me nxënës shqiptare, fillimisht punoi 6 vite me nxënës gjerman dhe ka kaluar me nxënës shqiptar. Dhe aq më tepër po mban të lumtur që me projektet të cilat unë tash 20 vjet më tepër që i kam zhvilluar me nxënës të ADV-ut. E tash ai unë kam pas me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë kam pas bashkëpunim me shkollat të 3 shtete. Ai ka kaluar këto kufi, ka pas guximin me shku edhe në Luginën e Preshevës, në shkollën në Bujanoc, edhe në 4 kollë në komunën e Ulqinit, në Maltëzi. Domthoni ka marrë edhe 2 shkolla tjera nga 2 shtete tjera, domthoni trevat shqiptare, po i përfshin ai gjitha trevat, 5 rajoneve, 5 vendeve. Nga bashkëudhëtimi ynë, sjellim buzëqeshjet e fëmijëve, përkushtimin e mësuesve dhe emocionet e prindërve, të cilët vazhdojnë të mbajnë të ndezur dritën e gjuhës, kulturës dhe identitetit shqiptar. Shkolla shqipe është vatër ku ruhet kujtesa kolektive, ku kultivohen vlerat kombëtare dhe ku brezat e rinj mësojnë se rënjet e tyre janë pasuri që i shoqëron kudo në botë. Në fytyrat e fëmijëve lexohej gëzimi i njohjes mes njëri tjetrit, duke e folur gjuhën e të parëve. Në pjesën e dytë u përcjellëm aktivitetet kulturore, sportive dhe shoqërore që e pasuruan këtë përvojë të paharruar, duke dëshmuar se lidhja mes trojeve shqiptare dhe mërgatës vazhdon të mbetet e fortë, e gjallë dhe frymëzuese. Dëshmojnë mësimdhënësit dhe këshilli i prindërve të fëmijëve në shkollën shqipe në Bielefeld me rrethinë të Gjermanisë.